Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një temë të rëndësishme e cila po prek gjithnjë më shumë çifte të reja, infertilitetin. Për të folur në lidhje me këtë temë, ne kemi të ftuar mjekën ginekologe Handan Namllë, e cila është gjithashtu specialiste e fekondimit in vitro. Doktoresha, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje. Thank you for having me. Përshëndetje dhe ju falenderoj që më keni ftuar në këtë podcast sepse vërtet I vlerësoj këto lloj emisionesh që japin informacione të sakta për publikun. Are very important to give correct information to public. And as you know, infertility. Si që dim, infertiliteti dhe fertiliteti janë tema disi delikate dhe jo shumë njerëz preferojnë të flasin për to. Prandaj mendoj se diskutimet të tilla në podcast apo edhe emisione televizive janë shumë të rëndësishme. TVs and shows about fertility is very important. Thank you for. Faleminderit që më keni ftuar sot. Për të nisur nga biseda, sa e rëndësishme është ora biologjike për një grua? It's a very good question because Kjo është një pyetje vërtet shumë e mirë, sepse ora biologjike është mjaft e rëndësishme për gratë. Ne flasim gjithmonë për orën biologjike të gruas, por duhet të kuptojmë se ora biologjike e partnerit mashkull është gjithashtu po aq e rëndësishme. Clock is as important as a woman. Let's return back. Megjithatë, le të kthehemi te gratë. Ne lindim me një numër të caktuar vezësh dhe I përdorim ato gjatë gjithë jetës tonë. And we use this number of eggs all our life. For example, when we born, we have. Për shembull, kur lindim kemi rreth 1 deri në 2 milion qeliza vezë në vezore. Në fillim të pubertetit, ky numër fillon të bjerë dhe mbeten rreth 300 deri në 500.000 vezë. 500,000 egg cells remain. And until menopause, we Deri në menopauzë, ato konsumohen pothuajse të gjitha dhe në fund mbeten rreth 1.000 vezë. That's why when we get older, when we get Prandaj, age, me kalimin e moshës, numri I vezëve zvogëlohet. and not only quantity, quality also. Jo vetëm satësia, por edhe cilësia bie. When we live in the modern life, of course our cells Jetesa moderne, faktorët ambiental dhe faktorët gjenetik ndikojnë që cilësia e vezëve të ulet dhe si pasojë të bjerë dhe fertiliteti. is decreasing also. That's why biological clock is very important for the woman. Kjo është arsyeja pse ora biologjike është shumë e rëndësishme për gratë. Ato duhet kuptojnë rezervën ovariane që në moshë të re. Around end of 20s or beginning of 30s, Rreth fundit të 20-tave ose fillimit të 30-tave, një kontroll I thjeshtë me ekografi mund të tregojë rezervën ovariane dhe të ndihmojë të planifikojnë të ardhmen. they can do their future plan. Dhe cila është mosha me fertilitetin më të lartë tek gratë? Very good question because Kjo është një pyetje vërtet shumë e mirë, sepse ka shumë keq kuptime për këtë temë. Rreth të 20-tave dhe fillimit të 30-tave, fertiliteti është në maksimum. Pas moshës 30-33 vjeçare, rezerva ovariane fillon të bjerë gradualisht. Pas 35 vjeç, kjo rënje përshpejtohet. Prandaj, nëse është e mundur, fundi të 20-tave ose fillimi të 30-tave konsiderohet periudha më e mirë për të pasur një fëmijë. Pra kjo është mosha kur çiftet mund të tentojnë për një shtatzani natyrale. Very good time for having baby. Përpara se sa një çift të kërkojë ndihmë mjekësore, sa kohë duhet të provojë që të bëhet prindër, pra të kërkojnë shtatzanin? Before 35 years old. If they don't have any Nëse një grua është nën 35 vjeç dhe çifti nuk ka probleme mjekësore, mund të provojnë deri në një can vit. wait 1 year because in normal couple, young couple, in first 6 months Tek çiftet e reja, rreth 75% arrin shtatzani brenda 6 muajve të parë. Brenda një viti, mundësia e shtatzanisë shkon deri në 85%. Pas moshës 35 vjeç, çifti duhet të kërkojë ndihmë pas maksimumi 6 muajsh. After 40 years old, as soon as possible, Pas moshës 40 vjeç, duhet të drejtohen menjëherë tek specialisti I fertilitetit. Pas moshës 37 vjeç, rezerva ovariane dhe cilësia e vezëve bie ndjeshëm, prandaj çdo muaj dhe çdo ditë bëhet shumë e rëndësishme. There is one issue.
if the young couple has Nëse çifti që ka probleme të mëparshme si kista ovariane, endometrioz, dhimbje të forta menstruale, probleme me spermën, tubat e fallopit, infeksione apo operacione të mëparshme, atëherë nuk duhet të presin një vit. Operation, they don't need to wait until 1 year. According their problem, they have to apply fertility Sipas problemit specifik, duhet të konsultohen me specialistin e fertilitetit, i cili përcakton nëse mund të pritet apo duhet të ndërhyret më herët. Gjendja mjekësore është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe mosha. Condition is important, age is important also. Dhe cilat janë hapat që duhet të ndjek një çift për të kërkuar ndihmë në rastet kur nuk arrin të kenë një shtatzani natyrale? Let we assume our couple is under 35 years old and they tried naturally. Së pari duhet të shpjegojmë çfarë do të thotë të provosh natyralisht. Nëse një çift jeton bashkë dhe kryen marrëdhënie seksuale të rregullta, rreth 2 deri në 3 herë në javë për një vit, atëherë fillon vlerësimi mjekësor. We say yes, enough time for 1 year, but sometimes the couple lives. Por ndonjëherë, çiftet jetojnë larg njëri tjetrit dhe nuk takohen shpesh, ndaj periudha e infertilitetit mund të jetë më e gjatë. Can be longer. So, if they tried 1 year and applied fertility specialist, firstly we have to take Fillimisht merret historia mjekësore, historia menstruale, sëmundjet e mëparshme, operacionet dhe më pas kryen ekzaminime ginekologjike, analiza hormonale dhe analizat e gjakut. And then gynecologic examination for women and some specific hormone analysis, blood analysis. And the important part is male partner. Një pjesë shumë e rëndësishme është partneri mashkull, sepse faktori mashkullor përbën gjysmën e problemit. Për këtë arsye kryhet spermograma. Nëse rezultati del jo normal, analiza përsëritet përsëri pas disa javësh, sepse nuk mund të merret vendim përfundimtar me vetëm një analizë. With one spermiogram. And of course we have to evaluate tubes and uterine shape also. Gjithashtu, vlerësohen tubat e fallopit dhe forma e mitrës me ekzaminime si HCG, sepse fekondimi ndodh në tubat fallopian. Një grua mund të ketë një cikël të rregullt dhe ovulim normal, por nëse tubat janë të dëmtuar, shtatzania nuk ndodh. Prandaj këto ekzaminime janë shumë të rëndësishme. There is a problem to get pregnant. That's why we evaluate them, and then after this all analysis, we understand the condition. I have to say, por duhet të dimë se rreth 20% e çifteve, megjithse analizat dalin normale, nuk ndodh një shtatzani. This simple test, we call them unexplained. Këtu kemi të bëjmë me infertilitet të pashpjeguar. There aren't any problem. This means Kjo ndodh sepse edhe në teknologjitë e sotme nuk arrim gjithmonë të shpjegojmë shkakun e infertilitetit. Megjithatë, shumë çifte përballen fatkeqësisht me këtë problem. And 20% of the couples struggle with this one, and the importance of this one. They go to doctor and they do their analysis. Shpesh çiftet bëjnë analiza disa herë dhe nuk marrin një përgjigje të qartë apo një trajtim të besueshëm. Ndonjëherë analizat dalin normale dhe çiftit i thuhet të presë, por siç e tham dhe më parë, koha kalon dhe kjo e bën trajtimin më të vështirë. Wait a little bit, but as we said before, time is ticking. Për këtë 25% është më e vështirë trajtimi në këtë rast? Yes, it is harder, but harder part is not related to Trajtimi vërtet bëhet më i vështirë, por duhet kuptohet se pjesa më e vështirë shpesh nuk është teknike, por psikologjike. You do analysis, everything is perfect, but you Kur analizat dalin mirë dhe shtatzania nuk ndodh, zhgënjimi emocional është shumë i madh. You are trying, and when you go to toilet, you see the menstruation, blood, and your psychology goes deep. So it is Çdo cikël menstrual bëhet emocionalisht i rëndë për çiftin. Për këtë arsye, trajtimi bëhet hap pas hapi. Fillimisht, stimulimi i ovulacionit dhe më pas procedura si inseminimi intrauterin. Insemination, we understand their
condition. Sometimes standard tests showing us everything is normal, but when Ndonjëherë, analizat standarde duken normale, por gjatë ndjekjes zbulohen probleme me ovulacionin, zhvillimin e endometrit apo funksionin e spermës. Function problem. Unfortunately, we cannot evaluate sperm function with any other test. Only we can do spermiogram or sperm DNA Mund të kryhen analiza si spermograma ose testi fragmentimit të ADN-s së spermës për të parë nëse spermatozoidët janë normal nga ana gjenetike. In the reproductive tract of women, sperm needs some maturation process. So if the sperm cannot do this, Nëse spermatozoidi nuk arrin të kryej funksionin e tij normal, fekondimi nuk ndodh. Edhe gjatë trajtimit IVF, pra fekondimit in vitro, mund të vërehen probleme me cilësinë e vezëve, fekondimin apo zhvillimin e embrionit. fertilization problems or embryo development problems. And then these unexplained infertility, half of them Në shumë raste të infertilitetit të pashpjegueshëm, gjatë trajtimit arrim të kuptojmë shkakun e vërtet dhe më pas përshtatim trajtimin sipas problemit konkret. So we try to improve their treatment according this knowledge. So I know every negative result. Çdo rezultat negativ është shkënjyes për pacientin, por për mjekët ai jep informacion të vlefshëm për hapat e mëtejshëm të trajtimit. And then it change our practice in the next step. E qartë. Doktoresha, përveç faktorëve biologjik, a ka dhe faktorë të tjerë si që janë stili jetesës që ndikojnë në fertilitet? I appreciate for this question because medications or treatments maybe 80%. Po, absolutisht. Medikamentet dhe trajtimet janë të rëndësishme, por mënyra e jetesës, duhani dhe faktorë të tjerë ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e vezëve dhe të spermës. Egg cells and sperm cells. We have to know this reality. If you are smoking, Nëse një person pi duhan, nuk mund të presë që cilësia e spermës dhe vezëve të jetë optimale, sepse duhani din që ndikon drejt për së drejti në ADN dhe mekanizmat e riparimit të qelizave. DNA repair mechanism in every kind of cells in our body. So alcohol consumption or recreational drugs. Edhe konsumimi i alkoolit apo drogave rekreative ndikon negativisht në qelizat vezë dhe spermatozoidet. When they affect it directly, it affects embryo creation or an embryo fertility condition directly. And obesity, eating habits. Obeziteti dhe mënyrat e ushqyerit ndikojnë gjithashtu. Për shembull, nëse një person është mbi peshë ose ka rezistencë ndaj insulinës, këto faktorë ndikojnë negativisht në fertilitet, sepse inflamacioni prek qelizat vezë dhe spermatozoidët si tek gratë ashtu edhe tek burrat. And men. Especially in men, I have to say something important. Sidomos tek meshkujt, duhet të theksoj diçka të rëndësishme. Nëse partneri mashkull ka obezitet të theksuar, rritet prodhimi dhe konvertimi i estrogenit. Kjo ndikon drejt për drejt në prodhimin e spermës. Gjithashtu, estrogen conversion is increasing. These are affecting sperm production directly. And of course, eating habits. Zakonet ushqimore si fast foodi dhe konsumimi i tepërt i karbohidrateve rrisin inflamacionin në trup. Dhe mungesa e vitaminave ndikon në cilësinë e vezës dhe të spermës. Body's inflammation and vitamin deficiencies are affecting our egg cells and sperm cells quality. And we are ignoring sleep quality. Gjumi i pamjaftueshëm, qëndrimi i zgjuar deri vonë, stresi, niveli i lartë i kortizolit, të gjitha këto ndikojnë në inflamacionin e trupit dhe si pasojë në shanset për shtatzaninë dhe shëndetin riprodhues. These are affecting our hormones and stress level, cortisol level, and these are affecting inflammation, overall body inflammation, and these affecting our pregnancy chance, sperm health, egg cell health. That's why we have to see. Fertilitetet duhet parë si një tablo e plot. Medikamentet janë vetëm një pjesë e puzzle-it. Mënyra e jetesës, aktiviteti fizik dhe ushtrimet e rregullta janë po aq të rëndësishme. And lifestyle, exercise,
regular exercise, also very important for the other part. So I always recommend. Unë gjithmonë i rekomandoj pacientëve të ndryshojnë stilin e jetesës për të ardhur në një shtatzani të shëndetshme. For achieve healthy pregnancy. E qartë. Doktoresha, a ka dallim midis infertilitetit tek gratë dhe tek burrat dhe sa shpesh vjen nga gjinja maskullore? I am grateful for this question also because when somebody says Jam shumë mirënjohëse për këtë pyetje sepse kur flasim për infertilitetin, zakonisht mendojmë menjëherë për gruan, por embrioni krijohet nga dy qeliza, veza dhe spermatozoidi. Rreth gjysma e rasteve lidhen me faktorin mashkullor. Në 20-30% të rasteve, problemi lidhet vetëm me mashkullin, ndërsa 40-50% të rasteve kemi kombinim të faktorëve mashkullor dhe femëror. only male partner, and 40-50% of them combine male partner plus woman partner, female partner. So we cannot ignore. Prandaj, partneri mashkull nuk duhet neglizhuar. If we Kemi një çift infertil, të dy partnerët duhet të vlerësohen në të njëjtën kohë. Ekzaminimi ginekologjik, testi HSG dhe spermograma duhet të bëhen bashkë, sepse kjo është një punë në ekip. Gynecologic examination, HSG test and spermiogram together. Because this is teamwork. Një pyetje tjetër që doja t'ju bëja është sepse sot gjithmonë më shumë vajzat fokusohen tek karriera dhe planifikimet familjare disi kanë shtyr. Sa e rëndësishme është në këtë moment ruajtja e vezëve? Firstly, I have to say I am supporting the young female to focus on their career. It's Së pari më duhet të them se jam mbështetëse ndaj grave që duan të fokusohen në karrierë. Është shumë e rëndësishme që një grua të jetë e pavarur fillimisht, në mënyrë që të jetë një nënë e mirë. Megjithatë, pjesa biologjike mbetet shumë e rëndësishme. Nëse një grua ka histori familjare normale, normal family history. Normal family history means mother, aunt, everything, everybody in their family has own kids, no infertility problems before. pra pa rast të infertiliteti apo menopauze të hershme, mund të presë deri në fillim të 30-tave. Por në fillim të 30-tave, rekomandohet një kontroll i fertilitetit, ekzaminimi ginekologjik dhe numri i folikulave antral. Examination, we do antral follicle count. Antral follicle count means how many. Numrimi i folikulave antral tregon sa folikula ka në vezore. Nëse numri është mbi 15 deri në 20, konsiderohet i mirë. Gjithashtu, kontrollohet hormoni AMH për të konfirmuar rezervën ovariane. Hormone to confirm our findings is stable. So, if their AMH is good, if their Nëse AMH dhe numri i folikulave janë të mirë, gruaja mund të presë dhe disa vite. Megjithatë, unë rekomandoj kontrolle të rregullta ginekologjike çdo vit. examination to see their antral follicle counts also. And if they want to focus on their career, Nëse një grua dëshiron të fokusohet te karriera, rekomandohet që në fillim të 30-tave deri në 35 vjeç të konsiderojë ngrirjen e vezëve. Sot përdoret teknika e viltrifikimit. Në të kaluarën përdorej ngrirje ngadalt dhe kishte pasiguri për përdorimin e vezëve në të ardhmen. slow freezing, and we were saying maybe we cannot use these egg cells in the future, but now we are using different Sot, teknikat moderne lejojnë përdorimin me sukses të tyre për shtatzaninë të ardhmen. future creating baby. For example, you freeze your eggs in Për shembull, nëse një grua 31 vjeçare mund të ngrijë vezën dhe të vendosë të ketë një fëmijë në moshën 36 vjeçare, kjo është një mundësi shumë e mirë. Nëse ka histori familjare të menopauzës së hershme apo infertilitetit, rekomandohet kontroll fertiliteti para moshës 30 vjeç. menopause. This means before 40 years old, mother, aunt enter menopause or have some infertility problems in their family, I highly recommend before 30 years old. Pas kontrolleve, mund të planifikohet një trajtim apo rrugë personalizuar. Their specific personalized treatment or path. Doktoresha,
A ka rast kur përveç ngrirjes së vezëve, a mund të ruhet cilësia e tyre përmes stilit të jetesës? Yes, it is a very good question, and honestly, you cannot stop biological clock. Po, kjo është një pyetje shumë e mirë. Ora biologjike nuk mund të ndalet, por mund të ngadalësohet. If you have overweight, please try to lose Nëse pini duhan, ndalojeni. Nëse jeni mbi peshë, përpiquni të humni peshë dhe të mbani një peshë të shëndetshme. ideal weight, healthy weight. Because ideal weight may be different, healthy weight may be different. And if you are consuming alcohol so much, Nëse konsumoni shumë alkool apo droga rekreative, ndalojeni. Nëse nuk ushtroni rregullisht, rekomandoj shumë aktivitet fizik. do physical activity. And if you eat so much fast foods or so much Nëse konsumoni shumë fast food apo ushqime të papunuara, përpiquni t'i shmangni. Gjithashtu rekomandoj shmangjen e produkteve që përmbajnë mikroplastik, sidomos në kozmetik apo në kremra. microplastic containing products, especially our makeups, creams, when we try to Kur zgjedhin produkte, përpiquni të përdorni produkte pa BPA. BPA-free products we try to choose, and sleeping well, and anxiety management. Gjumi i mirë, menaxhimi i stresit dhe balanca mes punës dhe jetës janë shumë të rëndësishme. Jeta moderne na vendos në presion, por duhet të gjejmë mënyra për të reduktuar stresin. For us, maybe our weekends we have to do something good things for our life. So we cannot change our genetic, but Nuk mund të ndryshojmë gjenetikën tonë, por mund të ndikojmë tek epigenetika. Epigenetika lidhet me mënyrën se si shprehen gjenet tona. Prandaj rekomandoj një stil jetese të shëndetshëm dhe më pak stresues. Everybody healthy lifestyle and less stressful lifestyle. Doktoresha, gjithmonë më shumë sot po shohim edhe vajza dhe gra të cilat kanë sindromen e vezoreve policistike. Si ndikon kjo, çfarë roli luan në fertilitet? Yes, PCOS sometimes misdiagnosed, sometimes correct diagnosed. Sindroma e vezoreve policistike shpesh diagnostikohet gabim ose ka forma të ndryshme. Disa gra nuk ovulojnë, disa ovulojnë me vonesë, disa kanë rezistencë ndaj insulinës, disa janë mbi peshë. Insulin resistance, some of them overweight. So firstly, each polycystic patients are different. Çdo paciente është e ndryshme dhe trajtimi duhet përshtatur sipas nevojës së saj. Problemi kryesor tek vezoret policistike është rezistenca ndaj insulinës, inflamacioni i trupit dhe problemet me ovulacionin. Whole body inflammation and ovulation problems. So if ovulation cannot happen, Nëse ovulacioni nuk ndodh, shtatzania nuk arrihet. Prandaj duhet të rregullojmë ovulacionin, menjëherë me medikamente dhe ndonjëherë me ndryshimin e stilit të jetesës. Nëse ka rezistencë ndaj insulinës, rekomandohen medikamente, aktivitet fizik, dietë dhe humbje peshe. get her normalized, and then we see she's ovulating. After ovulating, she Kur ovulacioni rikthehet, gruaja mund të mbetet shtatzën. Dhe tek pacientet me vezore policistike, mund të përdorim stimulim ovulacioni, inseminim intrauterin dhe fekondim in vitro. We can do in vitro fertilization treatment. But first step, lifestyle changings. Doktoresha, tashmë fatmirësisht ka metoda të reja për çiftet e reja që të bëhen prindër, siç është fertilizimi in vitro. Kur ju rekomandohet kjo procedurë çifteve? Again, age is important. Under Mosha është shumë e rëndësishme. If they are unexplained Për çiftet nën 35 vjeç me infertilitet të pashpjegueshëm, fillimisht provohet stimulimi i ovulacionit dhe inseminimi intrauterin disa herë. Nëse shtatzënia nuk arrihet, rekomandohet fertilizimi in vitro. achieved,
we can recommend them in vitro fertilization treatment. Or one young couple tried. Gjithashtu, nëse një çift I ri ka provuar për 3 vite pa sukses, mund të rekomandohet fertilizimi in vitro. 35 years old. 6 months later, we have to do this. Pas moshës 35 vjeçare, këto hapa duhet të bëhen më shpejt. We cannot achieve pregnancy in the basic steps. We have to do. Nëse nuk arrihet shtatzënia me trajtimin bazë, kalojmë tek in vitro. After 40 years old, most of time ovulation induction treatments and IUI treatments. Pas moshës 40 vjeç, stimulimi I ovulacionit dhe inseminimi zakonisht nuk japin rezultat të mirë. Ovarian reserve, we mustn't lose time. Bazuar në nivelin e AMH dhe rezervën ovariane, nuk duhet humbur kohë. IVF treatment sooner than other groups. If we know sperm problems directly, for example, azoospermia. Nëse ka probleme serioze me spermën, si azoospermia, numër shumë I ulët dhe lëvizshmëri shumë e dobët, rekomandohet menjëherë fertilizim in vitro. IVF. Or tubes are blocked, both tubes are blocked. We should do in vitro fertilization treatment, but because there aren't any chance to get. Gjithashtu, nëse 2 tubat janë të bllokuar apo ka raste të rënda të endometriozës, fertilizimi in vitro rekomandohet më herët. Ovarian reserve decline very rapidly and the reproductive system can block very quickly. And that's why we recommend them. Rekomandimi për fertilizim in vitro varet nga nevojat e çiftit, por zakonisht nuk duhet pritur më shumë se 3 deri në 4 vite. But not waiting longer than 3-4 years. Dhe si funksionon procesi fertilizimit in vitro? A është një proces I dhimbshëm dhe I vështirë për gratë? Yes, you are right. When we say IVF, many patients think, oh, it's difficult, it is long, and Shumë paciente mendojnë se fertilizimi in vitro është shumë I vështirë, I gjatë dhe se do t'i bëjë të shtojnë shumë peshë. There are a lot of questions, but in reality, modern IVF. Por fertilizimi in vitro modern ka ndryshuar shumë. In one cycle, we can complete. Në një cikël mund të përfundoj I gjithë trajtimi. Usually we start treatment cycle day 2 or 3 and Zakonisht, trajtimi nis ditën e 2 ose të 3 të ciklit menstrual dhe pacientja merr injeksione çdo ditë. Injection. But don't afraid when I say injection. These are very tiny needles and very easy. Këto janë gjilpëra shumë të vogla të ngjashme me ato të insulinës dhe pacientja mund t'i marrë me vete në shtëpi. Certain time, woman apply this injection by herself, and we checked her several days follicle development. After follicles get, when the follicles get certain dimension, Kur folikulat arrin natësinë e duhur, planifikohet mbledhja e vezëve. Procedura kryhet me sedacion, ndaj pacientja nuk ndjen dhimbje. Doesn't feel anything. We collect all follicle fluids and our embryologist check egg cells in this liquid. Mbledhet lëngu folikular dhe embriologu kontrollon vezët. Sa janë të pjekura dhe sa jo. Në të njëjtën ditë, partneri jep mostrën e spermës dhe zgjidhen spermatozidët më të mirë. And we select good sperm cells and put inside the egg cells. Kjo procedurë quhet ICSI ose mikroinjektim. Më pas pritet zhvillimi I embrionit në laborator. Day 5 mostly we prefer to go day 5. Because, for example, Shumica e vezëve fekondohen dhe rreth 50% mund të arrijnë në ditën e 5 të zhvillimit embrional. Of them can reach day 5 if we are lucky. So, we can understand which embryo is more powerful for the creating baby. But it doesn't mean genetically. Në fekondimin in vitro standard, nuk mund të vlerësojmë kromozomet e embrionit, por mund të vlerësojmë cilësinë morfologjike të tij. But we can evaluate them morphologically. When we say good embryo, this means the chance is high. We can prefer
fresh embryo transfer, this means after Pas 5 deri në 7 ditësh, bëhet transferimi i embrionit. Shpesh preferohet ngrirja e embrionëve dhe transferimi në një cikël tjetër. During stimulation, we prefer to freeze embryos, wait 1 cycle, 2 cycle, later giving the embryo to create pregnancy. This part, embryo transfer part, is not difficult, only Transferimi i embrionit nuk është një procedurë e vështirë. Përdoren disa medikamente dhe hormone si progesteroni dhe estrogeni. Estrogen, progesterone. So this treatment is not difficult, is not so painful. It doesn't Ky trajtim zakonisht nuk ka efekte anësore serioze dhe nuk dëmton organismin. So IVF is very good chance for them to having baby. Yes. Në fakt unë këtë doja të pyes se që a ka efekte anësore apo rreziqe nga trajtimi hormonal? During stimulation, of course, your hormonal balance a little changing, but this doesn't harm in your Gjatë stimulimit hormonal mund të ketë ndryshime emocionale, ndjeshmëri apo luhatja humori, por edhe këto nuk janë të përhershme. Pas trajtimit, trupi rikthehet në gjendje normale. outside world, but these are not permanent changings. When your treatment finishes, your body comes back your normal status. And of course, when we do stimulation, your belly can be a little bigger, but it doesn't wait. Gjatë stimulimit, barku mund të fryhet pak, por shtimi në peshë zakonisht është minimal. You don't eat so much during this period because of your stress. A normal condition, when your treatment finishes, your body relax and your body return back its normal stage. And so far, we didn't see any risk of breast cancer increasing, ovarian cancer Deri më sot nuk ka prova që fekondimi in vitro rrit rrezikun për kancer gjiri, ovarian apo endometrial. Go through several times IVF rounds. That's why we say IVF is safe treatment. Prandaj, one of the safe IVF konsiderohet një trajtim i sigurt, megjithse çdo paciente duhet vlerësuar individualisht. To evaluate our patients thoroughly to understand if they have underlying risk, not related to IVF risk. Unë duhet të pyesja edhe sa janë shanset reale që përmes procedurës fekondimit in vitro të arrijnë çiftet që të kenë një fëmijë dhe nga kush varet suksesi? Very good questions, because many people think IVF is 100% pregnancy chance, but it is not real, unfortunately. Shumë njerëz mendojnë se IVF garanton 100% shtatzani, por kjo nuk është e vërtetë. Shkalla e suksesit varet kryesisht nga mosha e pacientes. The success rates depends on Shumë njerëz mendojnë se fekondimi in vitro garanton 100% shtatzani, por fatkeqësisht kjo nuk është e vërtetë. Shkalla e suksesit varet kryesisht nga mosha e pacientes. Në çiftet rreth 35 vjeçare, nëse transferohet një embrion i zhvilluar, shanset për shtatzani janë rreth 40 deri në 45%. Nëse transferohen 2 embrione të zhvilluara, shanset mund të arrijnë 70 deri në 75%. Pas moshës 35 deri në 40 vjeçare, shanset bien me rreth 20 deri në 30% për transferim embrioni. Pas moshës 40 vjeçare, shanset mund të bien në vetëm 5 deri në 15%. Prandaj, mosha është shumë e rëndësishme edhe në IVF. Nuk duhet vonuar shumë fillimi i trajtimit. Të ndalim pak edhe tek dhurimi i vezëve, si funksionon dhe a e rekomandoni? Some women apply to us very late. Over 40 years Disa old, gra 50 paraqiten years shumë vonë, old, pas moshës 40, 43 apo 45 vjeçare. Në këto raste, rezerva ovariane është shumë e ulët, e cilësia shumë e dobët. egg quality
was bad. Sometimes we stimulate them and not getting any. Ndonjëherë, edhe pas stimulimit, nuk arrin të marrin folikula apo vezë. Ka edhe çifte të reja që për arsye gjenetike apo faktorë të tjerë humbasin vezët më herët se normalja. Factors, they lose their egg cells earlier than normal. In that cases, oocyte donation is the Në këto raste, dhurimi i vezëve është një mundësi shumë e mirë. Përdoren vezë nga një dhuruese e re, krijohet embrioni dhe më pas transferohet në mitrën e pacientes. Fatmirësisht, mitra plaket më ngadalë se vezoret. Kjo është arsyeja pse, edhe nëse vezoret nuk funksionojnë mirë, një embrion i shëndetshëm mund të implantohet me sukses. Fortunately, our uterus is better than our ovaries. So, uterus is get age later than ovaries. That's why when we give healthy embryo, they get pregnant easily. That's why egg donor, certain cases, if woman doesn't have any eggs. Dhurimi i vezëve rekomandohet në raste kur gruaja nuk ka më vezë. Kur fekondimi in vitro me vezët e saj nuk funksionon në menopauzë të hershme apo në disa raste me probleme gjenetike. Menopause, egg donation is the good chance. Or some woman has carry some genetic abnormalities, because if she tries with her own eggs, we know. Nëse gruaja vazhdon të provojë me vezët e saj, në këto raste rreziku për abort apo mosarritje të shtatzanisë është shumë i lartë. Prandaj, dhurimi i vezëve mund të jetë një alternativë shumë e mirë. Very good chance for them. Është gjithmonë e suksesshme për të arritur shtatzënin? Për të krijuar familje? Again, we have two cells, egg cells and sperm cells. If the male partners përsëri kemi dy qeliza, qelizën vezë dhe spermatozidin. Nëse sperma e partnerit është e mirë dhe përdoren vezë të reja cilësore, krijohen embrione të shëndetshme. Nëse krijohen embrione me cilësi të lartë, shanset për sukses janë të larta. Gjithçka varet nga cilësia e këtyre qelizave. Decreasing. Everything depends on the quality of these cells. Doktoresha, ne kemi dhe një rubrik mit apo fakt, ku janë disa konstatime të cilat ju mund t'i sqaroni nëse janë të vërteta apo të rreme. Fertilizimi in vitro funksionon gjithmonë? Unfortunately, no. I wish I could say. Fatkeqësisht jo. Do të doja shumë të ishte e vërtet, por është një mit. IVF është një teknikë shumë e avancuar dhe e fuqishme, por nuk garanton 100% shtatzani. Megjithatë, IVF po zhvillohet çdo ditë dhe normat e suksesit po rriten, ende nuk kemi arritur në 100%. But not yet 100%. Nëse cikli menstrual është i rregullt, fertiliteti është gjithmonë në rregull. Menstrual myth. Menstrual regularity is crucial. Kjo është një tjetër ide e gabuar. Cikli i rregullt është i rëndësishëm për një shtatzani të shëndetshme, por është vetëm një pjesë e ekuacionit. Duhet një spermë e shëndetshme, tuba të hapur dhe një mitër e shëndetshme. Vetëm ovulacioni i rregullt nuk do të thotë automatikisht që një grua mund të mbetet shtatzan. Duhet parë tabloja e plotë. Doesn't say to us you can get pregnant. We have to look at whole picture. Stresi është shkaku kryesor i infertilitetit. Stress is one of factors, but not main factors. Stresi është një faktor, por jo faktori kryesor. Çiftet që nuk arrin të kenë fëmijë përjetojnë presion social dhe psikologjik, dhe kjo ndikon emocionalisht. Gjendja e tyre ndikohet nga ky presion, por stresi vetë nuk e shkakton infertilitetin. Cause infertility by itself. Dhurimi i vezëve dëmton përgjithmonë fertilitetin e gruas që dhuron. This is myth because, as I said in the beginning of our podcast, we have thousands of egg cells. Kjo është një tjetër mit. Siç e tham në fillim, gratë kanë mijëra vezë dhe gjatë çdo cikli përdorin vetëm një prej tyre.
Në fillim të ciklit, zhvillohen shumë folikula, por vetëm një bëhet dominante, të tjerat shkojnë drejt atrezies. Follicles in the beginning, but the later days only one follicle become leader, other goes atresia. Atresia means death of cell. So when we do Altrezia do të thotë vdekje e qelizës. Gjatë IVF apo dhurimit të vezëve, përdoren pikërisht këto folikula që përndryshe do të humbisnin natyrshëm. Prandaj, numri i vezëve nuk zvogëlohet nga stimulimi hormonal, humbet vetëm ajo që trupi do të humbiste gjithsesi në atë cikël. Kjo është arsyeja pse edhe në disa cikle IVF nuk dëmtojnë rezervën ovariane. What your body prepares that cycle, you lose that one only. That's why IVF treatments, even several times stimulation, doesn't harm your ovarian reserve. Duke qenë si jemi në fund të intervistës, unë do doja nga ju një këshill për gjithë çiftet, si ata të mos humbasin shpresën për të bërë prindër. I appreciate for this question or comment because it's very important. Many couple doesn't want to apply until become too late. Shumë çifte vonohen për të kërkuar ndihmë dhe paraqiten shumë vonë. IVF është një mjet shumë i avancuar dhe shumë i dobishëm për çiftet që duan të kenë fëmijë. Mos mendoni vetëm për fëmijën e parë. Ka çifte që kanë pasur një shtatzani të parë, por më pas arrin të kenë fëmijë të dytë apo të tretë. Even though they have previously pregnant before. Even Nëse keni provuar për 1 apo 2 vite pa sukses, drejtohuni sa më shpejt në një qendër fertiliteti. Ne do t'ju vlerësojmë dhe do t'ju planifikojmë trajtimin sipas nevojës tuaj. Fertility center, we will evaluate you and according your need. Sot teknologjia është shumë e zhvilluar. Kemi shumë mjete, shumë medikamente dhe shumë njohuri për infertilitetin dhe fertilitetin. Prandaj, është për t'u ardhur keq kur çiftet qëndrojnë në shtëpi pa kërkuar ndihmë. We have a lot of medications. We have huge knowledge about infertility, fertility. So if you stay at home and not applying any remedy, it is so pity. Please. Ju lutem, bëni të paktën një konsult. Nuk humbisni asgjë. You don't lose anything. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me gjithë ndjekësit tanë. Thank you very much. It was Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të flisja për infertilitetin dhe ju falenderoj për ftesën në podcastin tuaj. me in your channel. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë miru takofshim.